Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Ka gjëra që nuk i thuhen askujt, as shoqeve, as familjes, as një njeriu. Dhe një nga to është kjo që unë kam mbajtur të fshet gjithë jetën. Jam 38 vjeçe dhe ende nuk e kam humbur virgjërinë. Kur e them me zë në mendjen time, më duket sikur po flas për dikë tjetër dhe jo për veten, por është e vërteta ime. Dhe është një e vërtetë që më ka shoqëruar me turp, me frikë, me pasiguri dhe mbi të gjitha me një ndjenjë sikur jam e ngecur diku mes rinisë dhe maturimit. Unë nuk isha as vajza e turpshme dhe as e mbyllur. Më pëlqente jeta, më pëlqente të dashuroja, por marrëdhëniet e mia gjithmonë përfundonin para se të bëheshin serioze. Disa meshkuj nuk duronin që unë nuk isha gati. Disa më bënin të ndihesha nën presion. Disa u larguan sapo e kuptuan sa serioze e shija unë intimitetin. Me kalimin e viteve, mosha rritej dhe frika rritej bashkë me të. Kur mbusha 30 vjeç, aty më filloi paniku. Të 30-tat më gjetën me një mendim që më hante shpirtin. Si doja shpjegoj unë dikujt? A do më marrë njëri seriozisht? Aty fillova ta shmang kompletësisht lidhjen. Fillova të rri vetëm sepse më dukej më e lehtë se sa momenti kur një burr do më pyeste: "Sa eksperiencë ke?" Isha 30, 31, vajta 33 dhe çdo vit bëhej më i vështirë. Jo nga turpi, por nga psikologjia më shumë, nga pesha e asaj fraze: "A do qesh me mua? A do më gjykoj? A do më shoh si të çuditshme?" Vitet kalonin dhe frika u kthye në ankth. Një ditë u gjenda duke qarë vetëm në dhomën time. Jo se më mungonte dikush, jo se nuk gjeja partner, por sepse ndihesha sikur po e humbisja vete në pritje të një dite që nuk do të vinte kurrë. Fillova të shmang edhe kontaktet sociale. Nuk doja më të dëgjoja pyetje si: "Po ti pse nuk je martuar? Kur do bësh fëmijë? Akoma s'ke gjetur njëri?" Njerëzit nuk e dinin fare çfarë betejësh luftoja unë brenda. Dikush erdhi në jetën time. Vit i ri, punë e re, u njoha me një burr ndryshe, i qetë, i butë dhe inteligjent. Nuk më pyeti për të shkuarën, nuk më nxitoi për asnjë gjë. Por çdo shenjë e tij e mirë, vetëm sa e rriste më shumë ankthin tim. Sepse çdo herë që më shikonte gjatë në sy, unë mendoja: duhet i them? Po si t'ja them? Një natë, ndërsa po pinim çaj, ai më tha me një ton të ulët dhe shumë të ngrohtë: "Nuk ke pse trëmbesh nga unë." Dhe atë natë u thye diçka brenda meje. Ndoshta ishte muri që kisha ndërtuar prej 20 vitesh. Ndoshta ishte frika që fillova të dorëzohesha. Pas shumë netësh pa gjumë, frymë të rënduar dhe mendimesh që nuk të lënë të qetë, mora guximin dhe i thash: "Kam një të vërtetë që nuk e kam thënë kurrë dhe nuk dua të më kthesh në shaka." Ai ul pranë meje, më vështroi pa gjykim dhe unë u drodha. Nuk mbaj mend si i doli zëri im, si e dëgjoj, si e interpretoj, por ja thash: "Jam 38 vjeçe dhe jam ende e virgjër. Kam shumë frikë." Ai nuk foli me një herë dhe ato sekonda për mua ishin vite. Pastaj ai më vuri dorën në kuriz dhe tha thjesht: "Të kuptoj. Nuk ka asnjë turp, nuk ka asgjë për t'u nxituar. Ti je shumë më tepër se ky detaj." Aty qava me ngashërim, qava për gjithë vitet, qava për gjithë pritjen, frikrat, netët kur mendoja se isha e çuditshme, e prapambetur, e pazakont. Qava dhe u çlirova. Po sot, nuk ka rëndësi nëse diçka ka ndodhur apo jo. Rëndësi ka që për herë të parë në jetë nuk kam më turp nga vetja. Nuk jam më e frikësuar nga ideja. Nuk jam më rob i moshës, i rregullave, i paragjykimeve. Kam mësuar që intimiteti nuk është garë. Nuk ka orar, nuk ka moshë të saktë, nuk matet me eksperiencë, por me siguri dhe me respekt. Dhe për herë të parë në 20 vite, unë ndjej se jam gati të mos kem më frikë. Qoftë sot, qoftë nesër, qoftë kur të jetë momenti im.
Ka gjëra që nuk i thuhen askujt, as shoqeve, as familjes, as një njeriu. Dhe një nga to është kjo që unë kam mbajtur të fshet gjithë jetën. Jam 38 vjeçe dhe ende nuk e kam humbur virgjërinë. Kur e them me zë në mendjen time, më duket sikur po flas për dikë tjetër dhe jo për veten, por është e vërteta ime. Dhe është një e vërtetë që më ka shoqëruar me turp, me frikë, me pasiguri dhe mbi të gjitha me një ndjenjë sikur jam e ngecur diku mes rinisë dhe maturimit. Unë nuk isha as vajza e turpshme dhe as e mbyllur. Më pëlqente jeta, më pëlqente të dashuroja, por marrëdhëniet e mia gjithmonë përfundonin para se të bëheshin serioze. Disa meshkuj nuk duronin që unë nuk isha gati. Disa më bënin të ndihesha nën presion. Disa u larguan sapo e kuptuan sa serioze e shija unë intimitetin. Me kalimin e viteve, mosha rritej dhe frika rritej bashkë me të. Kur mbusha 30 vjeç, aty më filloi paniku. Të 30-tat më gjetën me një mendim që më hante shpirtin. Si doja shpjegoj unë dikujt? A do më marrë njëri seriozisht? Aty fillova ta shmang kompletësisht lidhjen. Fillova të rri vetëm sepse më dukej më e lehtë se sa momenti kur një burr do më pyeste: "Sa eksperiencë ke?" Isha 30, 31, vajta 33 dhe çdo vit bëhej më i vështirë. Jo nga turpi, por nga psikologjia më shumë, nga pesha e asaj fraze: "A do qesh me mua? A do më gjykoj? A do më shoh si të çuditshme?" Vitet kalonin dhe frika u kthye në ankth. Një ditë u gjenda duke qarë vetëm në dhomën time. Jo se më mungonte dikush, jo se nuk gjeja partner, por sepse ndihesha sikur po e humbisja vete në pritje të një dite që nuk do të vinte kurrë. Fillova të shmang edhe kontaktet sociale. Nuk doja më të dëgjoja pyetje si: "Po ti pse nuk je martuar? Kur do bësh fëmijë? Akoma s'ke gjetur njëri?" Njerëzit nuk e dinin fare çfarë betejësh luftoja unë brenda. Dikush erdhi në jetën time. Vit i ri, punë e re, u njoha me një burr ndryshe, i qetë, i butë dhe inteligjent. Nuk më pyeti për të shkuarën, nuk më nxitoi për asnjë gjë. Por çdo shenjë e tij e mirë, vetëm sa e rriste më shumë ankthin tim. Sepse çdo herë që më shikonte gjatë në sy, unë mendoja: duhet i them? Po si t'ja them? Një natë, ndërsa po pinim çaj, ai më tha me një ton të ulët dhe shumë të ngrohtë: "Nuk ke pse trëmbesh nga unë." Dhe atë natë u thye diçka brenda meje. Ndoshta ishte muri që kisha ndërtuar prej 20 vitesh. Ndoshta ishte frika që fillova të dorëzohesha.